Vazhdo me zhvillimet në rajon, në Shqipëri sot u plagos pas një atentati në qendër të Tiranës, drejtori i Inspektoriatit të Ndërtimit të Bashkisë Ardit Kaja. Ai u qellua me armë me silenciator nga 2 persona me motor. Kryetari socialist Edi Rama e lidhi atentatin me konfrontimet e dijshme që ai pati me mbështetësit e Lëvizjes Socialiste për Integrim për heqjen e simboleve të tyre në rrugët e kryeqytetit. LSI reagoi duke e dënuar ngjarjen. Atentati i sotëm pason 2 incidente po me armë zjarri në fundjavë ndaj kandidatëve të shumicës në 2 komuna të vendit. Njofton korespondenti ynë Armand Mero. Drejtori i Inspektoratit të Ndërtimit Ardit Kaja ka qenë shumë pranë godinës së bashkisë, kur 2 persona me fytyrën të mbuluar nga kaskot kanë qelluar me armë me silenciator nga motori me të cilin po lëviznin. Njëri nga plumbat e ka kapur atë në këmbë. Ai është dërguar me urgjencë në spitalin ushtarak, ku mjekët u shprehen se është jashtë rrezikut. Mbi motivet e ngjarjes nuk ka patur asnjë version të policisë, e cila ka njoftuar se bashkë me prokurorin ka nisur hetimet. Ndërsa kryetari socialist Edi Rama pas vizitës në spital e lidhi ngjarjen me incidentet e dieshme në Tiranë, ku Kaja në krye të inspektoratit që drejton u përplas me mbështetësit e Lëvizjes Socialiste për Integrim për heqjen e simboleve të kësaj partie të vendosura në disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit. Në mes Tiranës një shërptor i shtetit, i cili në zbatim të ligjit dhe në kryerje të detyrës tij është përballur me dhunën dhe harbutërinë e asaj force politike që me paratë e vjedhura që gjithë Shqipëria i pa në bllokun e Turbit, ka dhunuar dhe ka ndotur qytetin tonë. I shpejt ka qenë reagimi i LSI-së, e cila e ka dënuar ngjarjen duke kërkuar vënien paradrejtësisë së autorëve dhe duke u përgjigjur edhe kryetarit socialist. E ftojmë kryetarin e bashkisë të vetë përmbahet, të ruaj qetësinë dhe të presë përfundimet e hetimit. Të mos nxitojë të bëjë dhe policin dhe prokurorin edhe ekspertin se përpjekjet për ta transferuar pistën e hetimit pa pritur përfundimet e tij janë dëshmia më e qartë e panikut dhe e frikës për humbjen që e pret në zgjedhjet e 8 majit. Gjatë ditës së dieshme Kaja u përplas 2 herë me mbështetësit e LSI-së, duke qenë se vendosja e simboleve partijake në rrugë është konsideruar e jashtëligjshme dhe ka kërkuar nga të gjitha forcat politike të respektojnë ligjin. Atentati ndaj tij pason 2 incidente të tjera me armë të ndodhura në fundjavë në komunën Dajt pas një përplasjeje verbale me kandidatin demokrat për këtë komunë. Një person qelloi në ajër me armë, ndërsa në Lezhë të shtunën në mbrëmje mbeti plagosur kandidati demokristian i shumicës, ngjarje për të cilën policia tha se nuk kishte sfond politik. I pyetur rreth këtyre incidenteve, presidenti Pamir Topi bëri edhe një herë tjetër thirrje sot për një sjellje politike të denjë për një vend që synon të integrohet në Europë e që në qendër të fushatës partitë vendosin interesat e qytetarëve. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.